në lidhje me këtë ngjarje, është një ngjarje goxha sensitive. Nga ana jonë, për zbulimin dhe dokumentimin e eventualisë kriminale të kësaj ngjarje është ngrit një grup i posaçëm me timor. Indicia në lidhje me këtë ngjarje është marrë nga familjarët e të dyshuarit, të humburit. Fillimisht strukturat e komisariatit numër 2 kanë kryer gjithë veprimet procedurale, ku është bërë dhe marrja e kallëzimit si dhe veprimet e tjera procedurale, pastaj duke bërë një analizë të thelluar të ngjarjes, është gjykuar dhe hetimi po ndiqet nga struktura e kriminalit në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë. Me të drejtë, ju thoni, nga ana jonë dhe aktualisht që po flasim, është një strukturë e posaçme që po kërkohet në lidhje me trupin e shtestesit England Koçi. Kërkimet janë përqendruar kryesisht në rrethinat e Tiranës, mes kufirit ndarës Elbasanit dhe Tiranës. Aktualisht, krahas shërbimeve të policisë shtetit, në ndihmë na ka ardhur një njësi e posaçme nga FSK-ja. Po vijon kërkimi, deri tani nuk kemi pasur një rezultat konkret. Janë kontrolluar shumë zona, të cilat ne kishim dyshimet tona, pas një analize që kemi bërë. Aktualisht nuk kemi ndonjë rezultat konkret.